Ish kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako kreu edhe dënimin e mbetur prej 10 ditësh. Apeli i GJKK-s vendosi më datë 16 shtator dënimin e Dakos me 2 vite 8 muaj burgim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, duke përllogaritur të gjithë ditët që ish kryebashkiaku ka qëndruar në paraburgim dhe më pas në arrest shtëpie, atij mbetën për të kryer edhe 10 ditë burg. Në momentin që në shtëpinë e tij mbërritën agjentët për të ekzekutuar masën e sigurisë, ish kryebashkiaku pati përkeqësim të gjendjes shëndetësore dhe simptoma aritmie, gjendje ankthi dhe probleme me hernien diskale dhe përfundoi në spital. Referuar kodit penal, çdo ditë në spital është e barabartë me 1 ditë burg. 10 ditëshin e mbetur, ai nuk e kaloi në izolim, pasi drejtoria e burgjeve i dha leje për korrektësi dhe sjellje të mirë. Dako u arrestua më 6 qershor 2023 dhe u lirua në shkurt të vitit 2024, pasi i kaloi afati i paraburgimit dhe prej asaj kohe ka qëndruar në arrest shtëpie. Dako u vënë në akuzë për shpërdorim detyre në lidhje me ndërtimin e një pallati 12 vite më parë në Durrës, ku rezultoi se 4 kate ishin ndërtuar dhe legalizuar pa leje, po kështu dhe vetë ndërtimi nuk ishte bërë sipas projektit të miratuar nga Bashkia e Durrës. Dako u akuzua edhe për abuzim me tenderin për ndërtimin e një shëtitoreje në vitet 2014-2015 të zbuluar nga KLSH-ja, që i shkaktoi buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milion lekësh. Dako si hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5 vjeçare.